Kë e ka hup hapin kryesor të karrierës ti kur u tërhiq të Albatrosi, tash Albatrosi s'po kryet njëri. Në për media të dalë. Është e vërtet, ka marr kry. Amo shumë është kundërthënës be? Këto s'kam ja fol historia Beratit. E pat janë ndër shansa që shtikun. Është pa kundërthënës ky Albatrosi. Edhe me Albinin edhe me Edi Ramën s'shkon. Ja je me Albinin, ja me Edi Ramën. Po ky kur u tut çatë pe Beratit, që ky ka vru shumë hapër, i ka hup mendimi. Me pas godit. Do të thonë mendimi kritik. kritik. Ai s'kish pas mendim më hiç. Edhe siç dolën për studio hiç, po sido që të jetë respekt. Po çukurtinat e Boci. Ky Boci po dihet për kanë kemi Po. Zotrin Paculli. Ky ka shpik disa figura të rëndësishme politike në historitë tonë. Shpikja më e madhe e Bexhet Pacullit është Agim Bahtiri. E vërtet. Prej Hollande, Navijan, e direkt Mitrovic, kryetari Mitrovicës, fabrika Këpura dhe kështu me radhë, e ka prun Kosovë. Nuk ka shpikje më të madhe në politikë që ka bërë dikush më shumë sa që ky zotri Paculli. Një njeri është që sot e a ditë nuk ja fol Bocit që të sen. A pe dim për kanë e kam fjallë? Po e di kush është. Është në pikë S. Zotri Spahio e ka pikë në zemër. Pse ka hup zgjedhjet? S'më bonaj organikisht s'më e shikon, nuk më ne ka përdin frizurën e zotrit Bahtiri, se zotri Bahtiri me qatë frizurë thujnë e ka mujtë. Frizurë. Po, se kur ka ardhur Agim Bahtiri me qatë frizurë njerëzit, kanë menu që është qaknorisi, edin? Një kohë që i ka majtë flok shu përpjet, kanë menu që është qaknorisi, dhe ka thonë, erë qaknorisi, ka me qliru Mitrovicën, dhe mon men që është delket të ura ibrit, e ka fitu 2 herë. Allah li koft. Mitrovica e jugut është ka me, të më thonë, në hapat e zhvillimit. Qysh e kalon Agim Bahtiri? Qysh e kalon Agim Bahtiri? Mo, prej që kalon Agim Bahtiri, njerëzit... Po pse ka hup Agim Bahtiri, t'ja menon që se dojnë qytetarëta? Prej që ka hup Agim Bahtiri, nuk ka më këpurta. Prej që ka hup Agim Bahtiri, kush nuk u marë më me fidonet e kumlav. Gjithë shka ka met, të me thonë, si kohen para Agim Bahtirit, qytetarët e Mitrovicës definitivisht nuk kanë arrit me kuptu se çfarë vlere e shtume është Agim Bahtiri. Kallëzoj njerëzit thojnë, kur u shkuaj në punë, 10-8 i ka ftu administratën me konë aty. E kam pos obligim, po, edhe e ka marrë sharkin. Ullë mes, ata krejt ka nejtë rreth. Edhe e ka knu një kongë patriotike që mi motivu me punu njerës. Tha kur t'ja nisë që në aty me punu. A edhe në luft ka knu? Ka knu një 2000 km larë Kosovës, se të më thonë është trem. Kënë qëfteli din me tërgu vetën. Lufta është për trima dhe për burra. Jo për njerës menqër. A bënd tash qëtu me të thonë diqka? Agim Bahtiri nuk e ka hup Mitrovicën se nuk e ka ndosh qytetarët. Agim Bahtiri Mitrovicën e ka hup se ka desht më mirë me politika globale. Hajde. Me politika globale të mëdha madhore. Nga Mitrovica nuk ecin politikat globale, nuk ka rëndësi thënia se në nivel lokal. Edhe shku pecin, prej peci e ka bo spec, e ka bo kryetar të komunës edhe në rregull je.